nga rregullat është që njeriu në shtëpi ti një lloj kërkimleje me kërku në kuptim të përgatitjes së antarët të familjes së tij duke hyrë ose duke ardhur me assalamu alaikum. Me thënin selamu alaikum, sikur se kemi cek tek selami, është e preferuar dhe ka për këtë shpërblim të madh nëse njëri hyn shtëpinë vet duke dhënë selam. Nga sa është një farë lloj, domethënë, rutine të njerëzit që hyjnë dalin në shtëpi pa u përshëndet. Do të dal, hajt se dola, erdha unë. Në rregull, para kësaj hajt e erdha është një farë selami. Selamu alaikum, kemi thënë atëherë tek selami se selami nuk është thjesht veç përshëndetje, po është dua, lutje. Andaj transmetimi që ka sjellë Imam Buhariu me këtu është transmetimi Ebu Umame al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Buhariu këtu e ka përmend hadithin e Ebu Umames se këtë hadith e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa shumë dietarë të hadithit thonë se kjo është thënie e Ebu Umames, nuk është thënie e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Sado qoftë, hadithi ka përmbajtje që një sahabi nuk mund të thotë nga mendja e tij. Edhe nëse është transmetimi i sahabiut, është me bazë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Transmetimi i Buhariut thotë kështu se Ebu Umame al-Bahili thotë se ka dëgjuar pejgamberin duke thënë: "Thalathatun kulluhum daminun ala Allah." 3 persona janë në mbrojtjen e Allahut mënduar. Ka damin është kur ki garancë, ki siguri. Unë dikush thot, unë të garantoj, kala, unë të jenë mbrojtjen tem, që kjo damin. E 3 njerëz janë në mbrojtje edhe në garancë, edhe në siguri të Allahut mënduar. Nëse vazhdojnë me jetu, Allahu i ruan e i mbron. Që kjo është garanca. Nëse kur vdesin, Allahu ju garanton se shpërblimi ty në xheneti. Diçka e madhe po bëhet fjala, po. E këta 3 hyjnë në këtë garancë, këta 3 hyjnë në këtë siguri. Kush janë ta? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men dakhala baytahu bi salamin fa huwa daminun ala Allahi azza wa jalla." Shikoni, kush hyn në shtëpinë e tij duke thonë selamu aleikum, Allahu i garanton atij mbrojtje në dunjë e shpërblim me xhenet në ahiret. Është e vogël kjo punë. Shikoj çfarë sevapi i madh për çka thjesht. Për çka thjesht? A shtirë në selam aleikum kur të shtëpia, nuk është thjesht. Ama duhet më mësu anëtarët e familjes që me pas respekt, se të ndërruar selami shton respektin, selami shton dashninë. A kemi cek hadith atje që ka thënë pejgamberi sa, a doni më thonë diçka që nëse përdorni shto dashnia, po, efshu selam e bainakum. Shpërndani selamin mes në ju. Prandaj kur ti thosh dikujt familjar, fëmijëve tu, gruas tonë, prindve, vëllezër, thosh, a di çka është selam aleikum? Nuk është mirëdita e mirënjohje, po selam është emri i Allahut, që në kupton paqe, siguri, mbrojtje, dashni, respekt për ty. Andaj unë kur thëm selam aleikum, gjitha këto përmbajnë në vetën e saj fjala selam. Gjitha këto i përmbajnë. Andaj kur thosh selam aleikum, ti gjitha këto ja thosh dikujt. Andaj me fillu hyrjen në shtëpi me selam aleikum, ndarën, dolën selam aleikum. Rregull ç'është. Ajo për shembull me dal ata shpëton a dul kusha, po valla dul filoni, as ka zonë që dul, as nuk ka rregull apo. Ase do të ju duhet diçka dikujt na. Nëse për shembull dikush ka një porosi, gruaja nëse ka diçka me ble, që dul ky njeri na pat më na marr diçka. Për shembull, ose hyn të shtëpia, po çka çojnë, ti kur erdhe, edhe më herë as në kininia, nuk shkojnë këtu më bëj kështu. Hyn të shtëpia, selam aleikum, erdhën. Lemrën në dorë të shtëpisë që ka ardhur, mos më dal dikujt befa se me të merr rrugë kushin jam. Prandaj janë rregulla që duhet me i zbatu, e për këtë ka sevap madh, ka sevap. Ka thënë pejgamberi kush thot selam aleikum në shtëpi apo na damin ala Allah azza wa jall. Allahu e merr në mbrojtje. Në dunjë e shpëlan në ahiret me xhenet.